Sot buke dhe limon, receta që po i çmend të gjithë. A i dini se çfarë ndodh kur kombinoni limonin me sodën e bukës? Rezulton se kombinimi i këtyre dy materialeve është shumë efektiv edhe në reduktimin e qelizave të dëmshme. Më pas do të shikoni se si të përfitoni nga vlerat befasuese të një pije me dy përbërës. Efektet e saj mund të jenë të gjëra, përkundrazi ka dy komponentë që mund të sjellin ndryshime pozitive edhe në shëndetin edhe në trupin tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Pra, shikoni me vëmendje çfarë ndodh nëse kombinoni këtë recetë vazhdimisht në dietën tuaj, cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni dhe si ndikon ajo në përditshmërinë tuaj. Rezultatet që do të merrni do të jenë mahnitse. Soda e bukës përdoret gjërësisht në trajtimin e problemeve të ndryshme të trupit, si të jashtme ashtu edhe të brendshme. Limoni përmban gjithashtu një sasi shumë të madhe të vitaminës C dhe ka veti shumë të mira që bëjnë të nevojshme edhe lehtësimin e komplikacioneve, sidomos nëse përdoret në mënyrë natyrale në dietën tuaj. Përmirëson alkalizimin. Përzierja e sodës së bukës me limon ka veti të mira alkalizuese. Kjo na ndihmon si për shembull të luftoni aciditetin që mund të ndodhë edhe kur veshkat nuk heqin mjaftueshëm acid nga trupi, ose kur trupi prodhon edhe shumë acide. Prandaj është një recetë e shkëlqyer për veshkat, lehtëson gjithashtu punën e tyre dhe ju ndihmon të detoksifikoni më mirë trupin dhe të ndiqni gjithashtu edhe yndyrnat e tepërta. Sigurisht, kombinimi i këtyre dy produkteve të ndryshme në dietën tuaj ditore mund t'i jap përfitime vërtet të mëdha edhe në tretjen e duhur. Ju tashmë dini se virtytet e shumta që ka limoni janë lehtësisht të gjëra dhe mund të ofrojnë në përmirësim të sistemit tuaj tretës. Në shtoni në të pak sot buke do të keni një përzierje të mrekullueshme, e cila mund të bëjë që sistemi ynë të tresë dhe të funksionojë më mirë. Është një antioksidant i fuqishëm i cili do të luftojë gjithashtu edhe problemet e fryrjes. Një përfitim tjetër që do të merrni nga kjo përzierje e mrekullueshme është se mund të përmirësojë edhe refluksin e gastritit ose acidin kloridrik që ngrihet në ezofag nga stomaku. Falë sodës së bukës do të ndjeni lehtësime të shpejta dhe efektive, por duhet ta përdorni gjithmonë në mbikëqyrjen e një eksperti për të evituar kështu gabimet. Soda e bukës është një pastruese shumë e mirë e trupit. Ky trajtim i mahnitshëm do të pastrojë mëlçinë dhe do të ofrojë gjithashtu doza bujare të vitaminës C, kaliumit dhe antioksidantëve. Ndaj mos harroni të filloni kështu mëngjesin tuaj me një përzierje të freskët për të rritur gjithashtu energjinë e trupit dhe për të marrë edhe elementet e saj ushqyes, duke ndihmuar kështu në rregullimin e niveleve të kolesterolit të keq në trup dhe duke përmirësuar edhe shëndetin kardiovaskular. Përbërësit që ju duhen në realizimin e kësaj recete janë: një lugë gjedhe sot buke, një gotë me ujë dhe gjysmë lëng limoni. Pasi siguroni të gjithë përbërësit e nevojshëm për këtë recetë, filloni gjithashtu edhe me përgatitjen e saj për të marrë përfitimet e duhura. Hidhni sodën e bukës në një gotë me ujë dhe shtoni lëngun e limonit, i përzieni mirë dhe e pini direkt, mundësisht në mëngjes me stomakun bosh. Mos harroni se është e rëndësishme ta pini çdo mëngjes esëll për një javë të tërë edhe më pas të bëni një pushim për 2 javët e ardhshme. Kështu përfitimet që do të merrni në fund do të jenë vërtet fantastike. Kur përdoret në doza të përshtatshme, soda e bukës mund të rregullojë gjithashtu strukturën kimike të organizmit dhe të lehtësojë komplikacionet e tij. Soda e bukës është një përbërës i fuqishëm që nuk mungon kurrë në kuzhinë ose në frigorifer. Përveç përdorimeve tradicionale, të paktën janë ata që e dinë se soda e bukës ka vlera të mira terapeutike, duke lehtësuar kështu komplikacionet dhe duke nxitur një organizëm më të shëndetshëm. Soda e bukës përmban bikarbonat të sodiumit që reagon menjëherë sapo bie në kontakt me substancat acidike siç është për shembull edhe uthulla ose kosi. Pirja e saj me sodë buke mund të jetë gjithashtu një traditë e lashtë e rekomanduar vazhdimisht në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve.
kur përdoret në doza të përshtatshme. Soda e bukës do të rregullojë gjithashtu edhe strukturën kimike të organizmit dhe do të përshpejtojë më mirë shëndetin e tij. Soda e bukës është një përzgjedhje shumë e mirë edhe kundër problemeve të urthit. Nëse vuani nga urthi, atëherë duhet të dini se pirja e sodës së bukës të tretur në ujë ndihmon në neutralizimin e acidit hidroklorik dhe eliminimin e dhimbjeve të urthit. Bulzat e ujit ndihmojnë në çlirimin e gazrave dhe të fryrjes. pH-i do të përmirësohet të ndjeshëm. Aciditeti i tepërt në organizëm nxit shfaqjen e shumë komplikacioneve si osteoporoza radikale të artritit, të cilat lulëzojnë në mjedise me aciditet të lartë. Pirja e ujit me sodë buke balancon pH-in dhe promovon mirëqenien ose ushqen trupin me energjinë e nevojshme. Është e mirë kundër inflamacionit. Inflamacioni i kyçeve shkakton shumë dhimbje. Toniku me sodë buke ndihmon në akumulimin e acidit urik në gjak dhe në inde. Kundër infeksioneve urinare. Uji, lëngu i boronicës së kuqe dhe uji me sodë buke rekomandohen kundër infeksioneve urinare. Soda e bukës do të ulë aciditetin e urinës. Do t'i japë më shumë gjallëri dhe energji. Nëse kryeni aktivitet fizik, atëherë keni nevojë për më shumë energji, të cilën mund ta merrni duke përzier 4 gota ujë me një gjysmë lugë çaji sodë buke, 1 lugë çaj kripdeti, 2 lugë gjedhe mjaltë dhe 1 lugë gjedhe me lëng limoni. Uji me sodë buke mund të përdoret në këtë mënyrë. Të shumt janë ata që kanë quajtur tonikun e sodës së bukës me limon një recetë mrekullueshme. Limoni është shumë i fuqishëm kundër bakterieve dhe mikrobeve. Ai ndihmon në rregullimin e tensioneve të gjakut, lufton stresin dhe parandalon radikalet e lira. Soda e bukës ekuilibron nivelin e pH-it që bën të pamundur progresin e komplikacioneve. Për të përgatitur një lëng të tillë, përzieni 1 lugë gjedhe sodë buke, 1 gotë me ujë dhe lëngun e 1 limoni. Lërini lëngun të qëndrojë gjatë natës dhe pini në mëngjes përpara se të hani ushqim. Ky tonik do të pastrojë sistemin tretës dhe do të balancojë pH-in. Ju mund të pini 1 gotë të dytë përpara se të flini gjumë. Soda e bukës përmban shumë sodium ndaj mos e tepëroni. Nëse vuani nga sëmundjet e mëlçisë të veshkave, tensioni i gjakut dhe edemat, atëherë nuk duhet ta pini ujin me sodën e bukës pa këshillin e mjekut. Mos e pini tonikun nëse jeni shtatzan ose lehon. Nëse jeni të vegjël, mos e përdorni sodën e bukës. Nëse pini medikamente të caktuara, mos i kombinoni me ujë me sodë buke. Mos e pini tonikun nëse jeni me stomakun plot dhe ky lëng mund t'ju bëjë të etur. Ndaj ndiqni këto këshilla për të marrë përfitimet e duhura të sodës së bukës në shëndetin tuaj. Soda e bukës është një përbërës i përdorur në kuzhinë, por mund të jetë edhe një mjet shumë efikas për pastrimin e shtëpisë dhe trajtimin e disa problemeve të ndryshme të shëndetit. Ky produkt i thjesht ka më tepër përdorime nga sa mund ta mendoni dhe mund të zhvendësojë shumë kimikate të dëmshme dhe të shtrenjta. Ja disa nga përfitimet e përdorimit të sodës së bukës që do t'ju habisin. Pastrimi i thellë i kuzhinës. Soda e bukës është një pastruese natyrale që mund të përdoret për pastrimin e sipërfaqeve të kuzhinës, pjatat dhe enët. Ajo mund të heqë yndyrnat dhe njollat e forta. Trajtimi i djegjeve. Një përdorim tjetër i njohur i sodës së bukës është për të lehtësuar djegjet e vogla. Thjesht aplikoni një pastë të bërë me ujë me sodë buke për të zbutur dhimbjet dhe për të promovuar shëndetin e shpejtë. Pastrimi i gojës. Soda e bukës është gjithashtu një produkt i shkëlqyer për pastrimin e gojës. Mund ta përdorni si një shpëlarës goje natyrale duke pastruar bakteriet, duke ndihmuar kështu në rifreskimin e saj. Deodorant natyral. Soda e bukës është një pastrues i shkëlqyer për të neutralizuar erën dhe për të përdorur si deodorant natyral për trupin. Zbutje të lëkurës. Për ata që kanë probleme me lëkurën si aknet ose lëkura e thatë, soda e bukës mund të përdoret si maskë natyrale për të përmirësuar pamjen dhe për të larguar ndotësit. Trajtimi i dhimbjeve të stomakut. Nëse keni një ndjesi të rëndë në stomak, soda e bukës mund të përdoret për të ndihmuar në neutralizimin e acidit dhe për të trajtuar kështu dhimbjet e stomakut. Soda e bukës, nëse përdoret si duhet, do t'i japë shumë përfitime në dobi të vlerave tuaja. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.